Kryeministri Edi Rama ka shpallur programin kombëtar Rilindja Urbane 2.0, një investim prej 1.5 miliard eurosh, që synon të transformojë jo vetëm infrastrukturën, por edhe standardet e jetesës në bashkitë e vendit. Në prani të ministrave dhe kryebashkiakëve, Rama kërkoi një ritëm më të shpejtë pune, duke theksuar se pritshmëritë e qytetarëve janë rritur, sepse shoqëria ka lënë pas varfërinë. Një program kombëtar ambicios për të kaluar tek Rilindja Urbane 2.0, duke vendosur në dispozicion të këtij kapërcimi një objektiv për 1.5 miliard eurosh. Shoqëritë e varfra, ne kemi qenë një shoqëri e varfër, ne nuk jemi më një shoqëri e varfër. Nuk thash që ne nuk kemi varfëri, por nuk jemi më një shoqëri e varfër. Dhe shoqëritë e varfra janë shumë më tolerante ndaj mungesave. Sepse në shoqëritë e varfra dominon mendësia që ka dhe më keq. Ndërkohë që shoqëritë e zhvilluara apo shoqëritë që hynë në një fazë zhvillimi kur gjërat që deri dje dukeshin që nuk ishin pjesë mundshme e jetës bëhen realitet, janë gjithmonë më intolerante ndaj mungesave. Kur zhvillimi hyn në fazën e re të pakthyeshmërisë, siç është rasti jo, ka dhe më mirë. Dhe sigurisht që ka dhe më mirë. Programi është një nga instrumentat që e adreson këtë fazë të re, duke u nisur nga prezumimi që rilindja urbane që ne njohim e ka kryer funksionin e saj. Rilindja urbane ishte dalja nga një fazë e gjatë rrënimi dhe degradimi që ishte kudo. Programi i ri vjen si një kapërcim nga faza e emergjencës drejt asaj të modernizimit të qëndrueshëm. Kryeministri Rama theksoi se integrimi në BE nuk duhet të mbetet një koncept abstrakt, por të përkthehet në përmirësim të jetës së përditshme. Se si e shpreh shoqëria kërkesën është një tjetër temë që nuk jemi këtu për këtë. Ne jemi këtu për të kuptuar se duhet kaluar në një nivel tjetër me patjetër. Dhe kjo nuk është sot një çështje shërbimesh. Kjo është një çështje ekzistenciale e shoqërisë demokratike. Është një çështje ekzistenciale e shoqërisë së ekonomisë së lirë të tregut. Është një çështje ekzistenciale e një shoqërie që bazohet tek sipërmarrja. Për të mos lejuar që pastaj Shqipëria të kthehet me kokë poshtë. Dhe standardin ne kemi vendosur vetë. Është Europa. Dhe tani duhet të përputhim Europën me çdo gjë që secili në këtë vend shef. Gjatë prezantimit, u bë e ditur se fondet do të orientohen drejt projekteve për strehimin social, mbështetjen e çifteve të reja, mbrojtjen mjedisore dhe teknologjinë në shërbim të komunitetit. Rama paralajmëroi se gara për zhvillim nuk lejon receta magjike, duke kritikuar ashpër ata që, sipas tij, shesin iluzione. Nuk ka Shqipëri më lart me recetat që dëgjojnë vërdall. Çdo recetë nga ato që dëgjojnë vërdall është Shqipëria me kokë poshtë. Rilindja Urbane 2.0 është të mos shohësh më lulet, po të fokusohesh vetëm te ferra. Lulet kush t'i shofi dhe t'i çmoj, shumë faleminderit, kush nuk i shef, prap faleminderit, duhet fokusuar tek ferrat, duhet fokusuar tek mungesat. Dhe gjithë programi i Rilindjes Urbane 2.0 janë mungesat.
Programi i Rilindja Urbane 2.0 shihet nga qeveria si instrumenti për t'i dhënë Shqipërisë pamjen e një vendi antar të Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade, duke vendosur në qendër të politikave qytetarin dhe nevojat e tij në rritje.